janë të tmerruar dhe nuk shpëtojnë kësaj rradhe Krishnik. Ndërkohë që këto hajdutër po i pinë edhe gjakun e fundit. Dhe imagjinoje Lenka Çuka, Ministrisë Jashtme që kemi ne atje, që ka ardhur si një rëckamane aty në Shqipëri, ndërkohë që në Shqipëri do të vazhdoj hajdutëria e rilindjes e këtyre perverzve anti-shqiptar, anti-familje, anti-komp, anti-fe, që këto të vazhdojnë dhe të shtypin dhe të largojnë edhe këtë pjesë të ngelur të shqiptarëve, e cila mbron narrativën me këto Shote Galicat edhe me këto Nexhmie Hoxhat që drejtojnë këto emisionet Prime. Junior, po. Të vinë ta marrin nga dhoma e gjumit bashkë me gruan pako postale. Kemi të bëjmë një film skenar Hollywoodi, kolonel, apo janë realitetet të cilat ne nuk i kuptojmë, ne që nuk jemi ushtarak. Unë do të argumentoj shkencërisht të gjithë atyre që besojnë që ky është një film, i cili nuk është as pak një film, por do të flas vetëm për aq sa kam mundësi që të flas. Urdhroni i gjithë fusha është për ju. Që janë nisur si një lukuni ujqërish për të coptuar, për të goditur Amerikën, një pjesë të sponsorizuar, një pjesë të paditur që guxojnë Kreshnik të futen në analizën e NSA-t, pra agjencisë të sigurisë kombëtare më të fuqishme në botë, agjencisë gjeohapsinore, pa pasur asnjë lloj ekspertize edhe minimale që të kuptojnë se ç'do të thotë aftësi dhe kapacitete shumë dimensionale të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Al-Qaeda në të kaluar ka qenë prezente, por edhe Hamasi, jo vetëm në Venezuelë, por edhe në Trekëndçin, në Paraguay, Argjentinë dhe në Brazil. Krijimi i aftësive dhe kapaciteteve. Nga njëra anë kemi Federatën Ruse, e cila në mënyrë veçantë nga viti 2018, po veçanërisht 24-ën dhe 25-ën, ka ngrit qendra inteligjence, qendra vëzhgimi, përgjimi, radarësh, duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme të gjitha lëvizjet amerikane, pra të komandës strategjike të jugore. Sepse abuzohet shumë nga Lenka Çukot e Shqipërisë, por edhe nga Lenka Çukot e Amerikës Latine, që kur fshihemi pas çështjes palestineze dhe pas një kauze e cila ne kemi dënuar gjithë genocidin, ju e keni dënuar, unë e kam dënuar, gjithë bota brenda Amerikës e kanë dënuar genocidin. Përse ndodh, kolonel, si gënjehen njerëzit që një paçavure, një diktator, një kriminal që mund të bëjë të gjitha zezat e botës, si mund të bëhet zero ky vetëm se mbështes ka Palestinën? Ç'është ky film që luhet? Është një kompleksitet masash të fsheta, të mbuluara me kopertina, si që thoni ju, kopertina të bukura, me kopertina glorioze, me kopertina të shenjta. Kur them për perëndimin majtistëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtyre demokratëve, të cilët gjasme përpiqen për shfrytëzimin apo i shqetëson problemi i ligjeve ndërkombëtare. Po këta që kishin çuar 50 milion ndihma për të blerë prezervativ për Gazën. Po, në Gaza. 50 milion për prezervativ, ë? Po, ndërkohë që njerëzit vriteshin për tit, e s'kishin kohë ku të fusnin kokën, jo më të bënin seks atje në Gaza. Dhe ishin shpenzuar 50 milion dollar për prezervativ për popullin palestinez që mos pjedhin shumë, po qartë. Sa më e madhe është influenca, rritja e influencës kineze dhe ruse në zonat cilat janë domenin amerikan, aq më shumë dëmtohet implementimi i fuqisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës në zonat të caktuara strategjike të globit. Është e paimagjinueshme, e rrezikshme, e papranueshme dhe jashtëligjshme kjo fushat që po bëjnë mediat e Tiranës, edhe një pjesë e mediave në Prishtinë, që janë bashkë, sepse mediat e Prishtinës ju e dini që i komandon i financon komplet Serbia. Kosova, Kreshnik është zemra e shqiptarisë dhe zemra jonë. Dhe zemra jonë. Deripaska, Duçka, me Goni Galdosi është e hapur në Amerikë.
timi pak më realist me shqiptarët, kolonel, të cilët presin komandot e Delta Forcës të vinë në Surrel dhe t'i shpëtojnë ata nga regjimi. A mendoni, kolonel, se do të vi furtuna edhe këtu në Ballkan? Vučići është i terrorizuar, ky në Tiranë e ka kap heshtja. Dhe ne sigurisht nuk i themi gjërat kot, të du ta kuptojë çdo kush. Sigurisht që nuk do të ketë një sulm në Surrel me Delta Force, nuk ka arsye. Dosjet dhe informacionet e agjensive të inteligjencës të gjitha janë në Washington dhe është krejtë e lehtë, mjafton që ai të ftohet siç do të ftohet. Dhe ne jemi të parë që kemi thënë që do të vijë. Që do të ketë një vështirë në fund të Askush janarit. tjetër nuk e ka thënë para nesh. Që do të ketë një vizitë të vështirë në fund të janarit. Një vizitë të vështirë dhe do të krijohen kushtet për një qeveri kalimtare, përse jemi të parë që kemi thënë. Dhe rastësisht ftohet këtu tani edhe një profesoresh nga Londra, e cila pa diskutim e di gjithë bota, që të paktën 4 vitet e fundit Rama me librat e saj i ka promovu, e ka prezentu dhe promovu në të gjitha kryeqytetet e perëndimore. Keni fjalën për zonjën Lea Ypi, filozofen dhe profesoreshën e marksizmit në Londër. Ne nuk ofendojmë njëri as shajmë njëri. Po nuk e njoh fare, unë kam respekt për pjesën akademike të saj, kam respekt. Unë nuk e di fare. Është e pa diskutueshme që është vegël, është një person i cili ka 4 vite që përgatitet nga Rama për kryeministin. Ju mendoni që zonja me profilin që e ka të pamundur, e ka mission impossible pastrimin e këtij qenefi kaq të ndyrë? Po e ka të pamundur çdo njeri. Pastrimi i këtij qenefi është vetëm largimi. Spari, arrestimi, nxjerrja para drejtësisë dhe më e rëndësishme, konfiskimi i parave. Konfiskimi, ke sa i mirë Tahiri sot me 100 milion euro. E ke sot Shëtit Lishë. Ke Mimi Kodhelin. Milionere ka vjell gjithë tendrat për 4 vite me një krye hajdut, Arjan Kraja. E di gjithë Ministria e Mbrojtjes. Çuni Xhaja si kryetari i SPAK-ut, që mori pasuri nga ushtria, Arben Kraja. Komplet komunistët. Për pjesën akademike të saj kam respekt. Unë nuk e di fare. Është e pa diskutueshme që është vegël, është një person i cili ka 4 vite që përgatitet nga Rama për kryeministin dhe unë të them me përgjithësi më të madhe që kam 4 vite që e di këtë. Nga njerëzit më të afërt e Ramës. E kam të shkruar në status, patjetër, edhe unë e kam të shkruar, edhe ju e keni thënë para 4 viteve, që një nga njerëzit që do të vi është zonja Ypi. Çfarë garancie gjen Rama tek kjo zonjë, kolonel? Mos ndoshta lobi ndërkombëtar apo internacionalja është ajo që i ka çuar radarët tek një zonjë akademike, që për hir të vërtetës bijem apo nuk bijem dakord me të, jemi në një linjë me të ideologjikisht apo jo, ajo është një personazh i përgatitur, ajo është një ideologe, është një filozofe, dhe me të debatin do ta bëjmë pa diskutim filozofik dhe politik, kur t'i vi momenti dhe do të merremi me këtë zonjën, pavarësisht se ajo ka thënë dje që kush më nxorri mu këtu, historia e ime thash si puna e Big Brotherit, tha. Pra, po e merrte duke 4 vjet që e dim ne këtë. Absolutisht, dhe kemi të shkruar. Zonja, apo zonjusha, se nuk e di statusin e saj, zonja ka dalë dhe po linçohet nëpër media, po prezantohet shqiptarëve dhe kjo thot unë nuk di gjë, sepse kështu bëhen prezantimet. Zakonisht fash pjesë e Big Brother. Do të merremi në një moment të dytë me këtë, kolonel, por ju besoni çfarë fshihet pas kësaj zonjës? Përse Rama gje sigurike kjo dhe nuk e dorëzon partisë, për shembull partinë Mamicës, ministres së jashtme. S'mund t'ja, ore Mamica, Balluku janë të gjithë të kapura. Do duhej emision i veçantë për secilën se si janë fut në politikë. Qartë. Se si janë fut në politikë, se si janë promovuar në politikë, pse janë promovuar në politikë, si i ka shfrytzuar në të gjitha aspektet Rama, që ne e dim shumë mirë se si janë fut në politikë, se si kanë ardhur, se si kanë bërë
se si kanë avancu, absolutisht Rama sot nuk ka më asnjë figurë të pastër. O i ka hajdut, o i ka trafikant, o i ka me veset më të ndyra që mund të ketë një individ, ose i ka të përfshirë në afera korruptive e me radhë. Nuk ka më. Pi përpiqet që të sjellë një figurë akademike e pastër në mënyrë që të misioni i cilës do të jetë i pamundur, sepse misioni i saj do të jetë pastrimi i pisticeve të rilindjes. Ajo, ju mendoni që zonja me profilin që e ka të pamundur, e ka mission impossible pastrimin e këtij qenefi kaq të ndyrë. Po e ka të pamundur çdo njeri. Pastrimi i këtij qenefi është vetëm largimi i kësaj bande. Një kohë dhe madhe me unë. Spari, arrestimi, nxjerrja para drejtësisë dhe më e rëndësishme, konfiskimi i parave. Konfiskimi, ke sa i mirë Tahiri sot me 100 milion euro. E ke sot Shëtit Lishën. I bërë edhe burgun, s'kam asgjë personale me të, ke Mimi Kodhelin, milionere, ka vjell gjithë tendrat për 4 vite me një krye hajdut, Arjan Kraja, e di gjithë Ministria Mbrojtjes, Çuni Xhaja si kryetarit Spakut, që i mori pasuri nga ushtria, Arben Kraja, komplet komunistët. Një reformë drejtësi amerikane e investuar nga Sorosi për të vendosur në pushtet të gjithë sistemet dhe klyshtë e komunizme, djemtë e komunistëve. Dhe pikërisht, kjo është njëra nga tërmetet, se Miu Kreshnik shkencërisht e ndjen tërmetin parë veti. Dhe e braktisin anijën të parët, po. Këto minj që kanë shkatru këtë komp, edhe në Serbi, edhe në vendet e tjera, edhe në Republikën Srpska, po vjen tërmeti dhe do përgjigjen. Dhe si që dini, dhe si besimtarë dhe ju edhe unë, gjithmonë vjen momenti që do përgjigjesh para Zotit. Pasi diskutim. Jo vetëm para ligjit, po edhe para Zotit. Me këto dëm që i kanë bërë këti. Askush nuk i shpërton drejtësisë hyjnore, kolonel, dhe unë shpesh në fund të çdo statusi që shkruaj, kur shpreh dëshpërimin tim të madh për atë që na shohin syt, them, shqyr që ka Zot, kolonel. Sepse atje është llogaria e gjithë dhe nuk i shpëton dot kush, dhe si ka shpëtu dot kush drejtësisë hyjnore, duke ju falendëruar për minutat e çmuara, kolonel, dhe për bisedën e këndshme në 30 sekonda, të lutem. A u harrua kjo çështja Balluku me këto zhvillimet e Venezuelës dhe që po presin shqiptarët? Apo do të rihapet kjo dosje dhe do të rihapet stuhia tashmë për tërësinë e kartelit që drejton Shqipërinë? Atëherë po të them ekskluzivisht për ty këtu dhe për dëgjuesit tanë, ajo çështje do të fillojë me datën 18 janar. 18 janar. Dhe për gjatë 2 javëve në vazhdim do fillojnë të publikohen mesazhe, arrestime që do habiten shqiptarët. Unë nuk hell fall, që të mos keq kuptohem me persona që japin deklarata publike, nuk flas në emër të asnjë shteti, por nga analizat dhe informacionet që kam, deri me datën 18 për mbledhjen, dhe jo vetëm që nuk do mbyllet, por do të intensifikohet dhe do zgjerohet shumë më tepër. Ju falenderoj përzemërsisht në emrin tim dhe në emër të gjithë shikuesve të cilët kanë dëshirë t'ju thonë faleminderit, kolonel. Respekt dhe mirënjohje nga zemra. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte imja. Të dashur miq, kaq kishim për sonte. Ju e dini që zhvillimet janë të mëdha dhe do të jenë akoma më të mëdha, dhe ne do të jemi këtu me ju, besnikërisht, minutë pas minute, orë pas ore, për t'ju sjellë të gjitha. Ne kemi në dorë vetëm t'ju tregojmë. T'ju hapim syt me aq sa dim ne modestisht. Pjesën tjetër e keni ju në dorë. Jeni ju ata që vendosni fatin tuaj, të ardhmen tuaj, dhe të ardhmen e fëmijëve dhe të adheu dhe të kombit tuaj. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje të rrethtarëve, natë mirë për sonte, do të rishihemi shpejt.